Si e sheti për shembull në situatën politike në Kosovë? A të pëlqen për shembull kryeministri ju se falem pak më herët keni debat i ashpër për? Shif unë këtë kryeministrin që përmendet pa dashur të ofendoj ose të kaloj. Ma brell ti kundra? Nuk e njoh fare. Po? Unë për aq shkollë sa kam bërë unë, për aq sa di, për aq sa kam dëgjuar unë njoh Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Ramush Haradinin, këta të tjerët nuk i njoh. Ramushin e njerë? Logjikisht kanë luftuar. Janë njerëz që kanë luftuar. Po çka për shembull Kanë rrezikuar jetën. E vërtet, çka po vjen tash sezona për shembull po vjen për marrë si shembull, pyetje hipotetike vjen sezona verës, edhe njëri shkon pushime, normalisht edhe jo. Për shembull më të bëjë ofertë Derama me shkum pushim bashkë me ta dhe Albin Kurti. Me kokë që shku. Me asnjërin. Ju, a? Asnjërin. Fare. Se ide është qillmen, kështu. Unë me asnjërin. Shoki nuizit. Asa i s'është fare në preferencat e mia. Çka farë muzike dëgjon, se po thu s'është preferencat mia. Unë jam të thash jam një çik më e rritur. Anëde? Kam kaluar te kjo faza e Gusti Rona, shka dëgjon, sonte se fitimin e kem këngëtarë dhe bëm ka mundësi më Eli Malën shumë. Eli Malën? Po. Tjetër përveç Eli Malës? Muzikë të përgjithshme, po jo këto, Vjen nga Selivian, vjen nga Shkodra, se po thuaj Eli Malë. Po. E Shkodrës jetëja? Gjysëm Shkodër, gjysëm Korç. Jam miksimi i mirë, po. Po, miksimi i mirë se Shkodra zakonisht folin pak si na Kosovart. Pak maran. I çik. Po. Fitimi sonte kena prezant, fitim. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Mund është më ul afër Leonës Lirë. Jo, në rregull, pak nuk po dojna pak me egzageru gjana, se unë kam edhe shkurt, nuk është edhe shumë gjatë kë pjesa jam. Faleminderit shumë, sadëri për gjithë shka që kemi vetë. Ulës Lirë fitim, për ndryshe fitimin, gjithë ju që e keni po, e ka pos një emision të jashtëzakonshëm me djalin e tij, edhe po besoj që ka diçka të reja, sonte fitimi ka orë me ndome neve. Po fit? Atëherë, do shta vetë me spjegu një gjatë që njerëzit po dojnë me ditë, po dojnë me ditë që shumica, 95% po dojnë me ditë se janë të ndimu shumë për djalin, prej emisionit që kemi pas, janë të interesuar shumë për me ndimu. Atëherë, në Turki, duhet me dërgu djalin, edhe Turkia i ka lyp 12.715 euro për me ja gjetë diagnozën. Se njerëzit po thojnë, a ki prej spitalit letra. Duhet me di që spitalit lëshon letra nëse nuk mundet me shëru. Dhe me thonë, dijet është një smuj, edhe nuk mujna me shëru, atër ta jep letra. Po nëse ti smujnë me ja gjetë diagnozën, atër ti ki drejt si prind, me marë edhe me qitë jashtë. Tjetra, është se kjo mosha e ti e ka prit, dhe me thonë se djali jam Tariku, 6 vjeçare, dhe me thonë, është 6 herë u hi në anestezianë. Çka që zemra e tij sunë përballon, se djali ka pas dhe më thonë problem me zemër, edhe ka mbyll problemin e zemrës. Pas problemit zemrës, dhe më thonë, ka pas shumë sfida, sa që ju kanë shfaz, dhe më thonë, edhe 4 probleme. Fit për mos me zgjat më shumë, ku më të ndihmon njerëzit? Se po më shkruajnë edhe më shumë, ku mund më të gjetë ty për më të ndihmuar? Po, është edhe një fond aty që e kemi dërguar edhe në foto se që kena me qitë regjia. Po, se në për Raiffeisen Bank po më thonë që nuk po bën prej Evropës, atëherë do më thonë mundësia vetëm është në PayPal që veç e bojna edhe publike, edhe janë do më thonë për këto agjensionet Western Union, MoneyGram e Ria, që janë shumë të interesuar edhe po dërgojnë mjete, kështu që jemi dikon rreth 2-3.000 euro se nuk e kemi startu, dja ka qenë dita e parë, që kemi startu do më thonë TikTok. Nuk ka shumë e madhe edhe urojmë që pikë ti emisionit më mbledh. Faleminderit shumë edhe për këtë arsye, këtë e ku më hap temën e parë me ty, të kom thonë që i pari kime kanë. Faleminderit shumë. Edhe kështu që më mërmenja që tash e tutje kena me vazhdo me qëta. Tash do më thonë, inshallah në shenë edhe jo hojrin. Po shpresojnë tash, po shpresojnë. Urojmë dhe shpresojmë. Leona e ka pos një histori shumë dëmshme, fitim Goshi është këngëtari ju një rezident, dhe bashkë me djalin e tij e ka smurë, na kena insistu dhe me thonë ekipa e emisionit që me hap një fondacion për me ndihmu. Kjo arsyeja. Unë uroj që djali jot shërohet sa më shpejt dhe u bëft më e mira. Faleminderit. Fitim, çka po na këndon sonte se ta Shqipërisë? Jo, është kënga se dy të dashura që i kam. Këto do më thonë edhe s'kena për ty. Faleminderit.
Se ty të dashur që i kam, o ju shokët e mi, unë shumë i dua to, por si sytë e mi, e para më është nëna moj, e dyta vajzjeti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. E para më është nëna moj, e dyta vajzjeti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Por ti e dyta, mos u dësh pratat shume, se nënën time unë e du, ma shumë se ty. Po mos t'ishte nana moj, vajz do t'më kishe ti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Po mos t'ishte nana moj, vajz do t'më kishe ti, që të dyja të mira jeni, ju kam si sytë e mi. Faleminderit Fitim Goshit. Themi përsëri bashkë me Elonën. Një me Elona kjo photoshopi e ka marrë punën juve që është një fitness. Qa mund hinë femrat aty i rritin, i zvogluj. Pa shku në fitness e që. Është momentale, është një punë që e bëjnë të tjerët, jo ti vetë. Kur të paraqitesh vetë, pastaj. Jo, s'prekni kështu në Instagram me Photoshop me bo. Shifa, ndërhyrje dhe editime bëjmë të gjitha gocat, besoj unë. Po, a? Unë besoj që të gjitha po. Edhe një sen sham ka brengu shumë, pse bre fotografia bëni gjithmonë në banja. Shamë Lona del fotografi kështu shulja për mas. S'kam të tilla, nuk e di. Ju, a? Ja. Më dole e farë lule interesanta, më shulja kështu, ka po kiqil, edhe fryjt e po kështu. Ajo pjesa me lule për mas ka qenë e kaluar. Tash ti kam po 3 banje, për pora në konveç 2 për femra.